Assalamu alaikum wa rahmatullah, të nderuar teleshikues, vazhdojmë me ciklin e emisioneve Rinia me sfidave dhe besimit. Në kuadër të emisionit që kemi, që flasim pikërisht për rinin, kemi menduar që tema e ditës sotme të jetë rrjetet sociale. Koha më e madhe e të rinjve sot shkon pikërisht tek këto rrjete sociale. Pse? Sepse jetojmë në një botë që gjithçka lëviz shpejt, fjalët shpërndahen me një klikim të vetëm, vlerat mund të humbasin shpesh mes ekranesh dhe zhurmash të rrjeteve sociale dhe i riu ka të vështirë të formojë personalitetin e tij. Për trajtimin e kësaj teme kemi të ftuar në studion ton Hoxhën e nderuar Mustafa Terniqi. Hoxh, selam aleikum, mirë se keni ardhur. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mirë se u gjeta. Hoxh, siç e cekëm dhe pak e përmendëm, pjesën e rrjeteve sociale është vërtet një problem, sepse formohet një farë zhurme ose ajo shoqëria mblidhen të gjithë në një ide dhe i riu e ka të vështirë që dali me idenë e tij origjinale, le të themi. Pyetja ime ishte kjo: sa ndikojnë ose si ndikojnë rrjetet sociale në jetën e një të riu sot dhe sa ndikojnë ato në formimin e identitetit dhe personalitetit që ai ka? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, falenderojmë Allahun e madhërisëm, salavatet e dërgojmë pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe shpëtimi Allahut qofshin për familjen e ndershme të profetit, për shokët e tij besnik dhe për gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Po të shikojmë realitetin se si funksionon interneti, si funksionojnë rrjetet sociale, shikojmë që aty ka plot gjëra të mira, por ka dhe shumë gjëra të këqija. Ka plot gjëra pozitive, ka dhe gjëra negative. E gjithë çështja është tek pyetja në fjalë më kryesore, mendoj se duhet të jetë ka më shumë të mira apo ka më shumë gjëra të këqija. Po ti pyesësh njerëzit, shumica e tyre do thonë që ka shumë gjëra të këqija. Ndoshta e keqja e sundon të mirën. Disa të tjerë thonë jo, është e kundërta, ke plot gjëra të mira, varet se çfarë kërkojnë njerëzit nga rrjetet sociale, varet se çfarë kërkojnë njerëzit nga interneti. Dhe tani ne nuk jemi këtu për të dhënë atë përgjigjen kryesore, por mendoj se nëpërmjet internetit dhe rrjeteve sociale, njeriu mund të gjejë të mirën, por mund të gjejë të keqen. Problemi është se nëse futesh dhe kalon kohë, harxhon kohë, vet interneti është ai i cili do të vjedh kohën tënde, energjitë tua dhe vëmendjen, siç përmendëm në emisionet e kaluara. Ishin tre pika shumë të rëndësishme që njeriu është i vjedhur në ato të treja dhe përrjedhoj është i vjedhur dhe në të ardhmen e tij. Dhe gjithmonë nëse do të analizojmë çështjen se interneti ka ta quash plot gjëra të mira, po menaxhimi atyre gjërave si do të bëhet, aq më tepër në çështjen e formimit të mirë dhe identitetit. Nuk mund të formohet një identitet i vërtet nëpërmjet internetit, nëpërmjet rrjeteve sociale, për të vetëm arsye se aty janë tubuar, janë mbledhur të gjithë kategoritë e njerëzve. Dhe të gjithë është sikur një treg. Është një treg shumë i madh dhe ky treg kaq i madh secili fton në artikujt e tij, në produktet e tij. Dhe këto produkte kemi të mira, kemi edhe të këqija. Edhe pse për një njeri me vlera, për një besimtar të mirë, për një musliman të vërtet, për një njeri i cili don që të arrijë të ketë një jetë të suksesshme, dhe don të formohet në formën më të mirë, nuk është interneti vendi apo rrjetet sociale që ky mund të formohet në formën më të mirë. Aq më tepër për të ndërtuar dhe formuar identitetin e tij, sepse më së paku, nëse ai do të ruhet nga gjërat e këqija që përmban interneti, nga gjërat e këqija që përmbajnë rrjetet sociale, e ka të vështirë të menaxhojë kohën, ka të vështirë të menaxhojë vëmendjen e tij, sepse është një oqean informacioni. Është një oqean, domethënë veprimtarish, që njeriu jo vetëm të rinjt, madje edhe të mëdhenjt hutohen. Patjetër, sepse ky është një problem tjetër që ka interneti, që të jep akses në kohë reale ose shumë të shpejt të çfarëdo lloj informacioni. Edhe mendoj që ky është problemi kryesor. Jo, është e kam fjalën që çfarëdo lloj përgjigjesh që ti don,
të vjen në një kohë shumë të shpejtë dhe ti nuk e shikon me ashtë mirë apo jo përgjigja, mjafton që të jetë e shpejtë. Dhe vetëm çështja nuk lidhet vetëm në marrjen e informacionit. Lidhet dhe me menaxhimin dhe ndarjen e kohës tënde. Për shembull, shumë njerëz e kanë ëndër të vizitojnë një shtet, të vizitojnë një qytet. Po, një vend. Nuk e kanë vizituar akoma, për arsye nga më të ndryshmet, ose nuk kanë mundësi, por i kanë gjitha hapësirat që të prezantohet me gjithçka që përmban ai qytet apo ai vend apo ai krahin nëpërmjet internetit. Dhe kërshëria e njeriu është shumë e madhe. Kurioziteti i tij është shumë i madh dhe po rrjedhoj do të futet. Dhe është ai që thash më parë, nuk është kush që ta shfrytëzosh internetin apo rrjetet sociale për gjëra negative, për gjëra të këqija, për gjëra të cilat nuk kanë lidhje me vlerat. Jo, ai mendon se është mirë sepse po merr një informacion të përgjithshëm, por është dhe kurioziteti shumë i madh, është kërshëria shumë e madhe që e shtyn këtë njerëz tani të harxoj kohë dhe pas një viti, mas 2 vjetësh, mas 3 vjetësh, pasi ka krijuar varësi nga këto rrjete sociale, kuptoj se sa shumë kohë ka harxuar dhe nuk ka realizuar planet e tij, nuk ka realizuar projektet e tij, ose ndoshta varësia e ka bërë që nuk ka projektuar fare. Ka dhe për tyre që bëhen robër të internetit, robër të rrjeteve sociale, ajsa nuk projektojnë. Nuk kanë plan programe. E gjen çdo gjë të gatshme, domethënë. E gjen çdo gjë të gatshme, por dhe huton aty brenda. Po, patjetër. Hoxhë nderuar, nëse mundemi të ndalojmë, kjo është një pikë vërtet interesante. Ky siç e përmendet, ky oqean informacioni, ky bollëk, le të themi, i ka bërë njerëzit vërtet të varur dhe ne e shikojmë dhe është problem realisht. Këtu qëndron një pyetje ose lind një pyetje tjetër. Sa realisht janë të varur të rinjt dhe sa nga ana tjetër janë të lirë, pra të notojnë, le të themi, në gjithë të oqean informacionesh. Dhe ku është kufiri mes përdorimit të rrjeteve sociale dhe nga ana tjetër të qenë të rob i asaj që ti vetëm don të shikosh ose don të marrësh informacion. Atëherë, çështja kthehet tek qëllimi. Të gjithë njerëzit pa përjashtim, pra shumica e tyre, kohën më të madhe e shpenzojnë në rrjetet sociale, duke u futur në internet dhe duke notuar, ta thuash, në oqeanin e madh jo vetëm të informacionit, por dhe të mbushjes së boshllëkut që ka njeriu me kërshërinë dhe kuriozitetin e tij. Dhe kjo është më interesante. Ai ka një qëllim, për shembull, qëllimi i tij disa njerëzve është që të kaloj kohën, thotë sa të dalë nga shtëpia, apo të shoqërohen me njerëz të këqij, apo me njerëz të cilët nuk kanë besteta, apo njerëz të cilët nuk i njoh mirë, apo njerëz të cilët ata ftojnë vetëm në interesat e tyre dhe unë s'kam dobi për tyre. Atëherë po e kaloj kohën, thot, në internet, duke mos e kuptuar që edhe interneti dhe rrjetet sociale është një lloj shoqërie, jo shoqëri njerëzore, por shoqëri i produktit njerëzor që në fund fare do të lë të njëjtat efekte. Të njëjtin ndikim. Të njëjtin ndikim dhe të njëjtat efekte. Pra, po të merr prej teje energjinë tënde, po merr prej teje kohën tënde, po merr prej teje vëmendjen tënde në momentet që ti mund të jesh më shumë dobiprues për vetveten fillimisht edhe për familjen. Sepse për sa i përket shoqërisë diçka tjetër që është relative në aspektin e mendimit dhe kalimit kohës apo projekteve dhe plan programeve të tyre. Sa e lirë tani është rinia në përgjithësi, po dhe njerëzit gjithashtu, sa e lirë është brenda rrjeteve sociale. Nuk është as pak e lirë. Sepse nëse folëm për atë oqeanin e informacionit, oqeanin e veprimtarive, oqeanin e prezencës së produkteve aty është dhe tregu, aty është gjithçka. Çdo gjë është mbledhur. Pra aty gjen tregun, aty gjen kulturën, aty gjen vlerat, aty gjen antivlerat, aty gjen të mirën, aty gjen të keqen, aty gjen historinë, aty gjen profesorët, aty gjen mësimet, aty gjen shkrimin, aty gjen poemat, aty gjen romane, aty gjen gjithçka. Varet se si do e përdorësh. Çështja është qëllimi. Përse njerëzit futen dhe harxojnë aq shumë kohë për të bërë të ditur, nuk bëhesh i ditur nëpërmjet internetit. Sepse dituria ka baza. Dituria ka kritere. Dituria ka disa rregulla të cilat fillojnë nga A-ja deri tek Z-ja nëpërmjet një kurrikule, nëpërmjet një ecurie, nëpërmjet një programi të posaçëm i miratuar nga grupe të posaçme, qofshin ato që lidhen me shtetin, për shembull në kurrikulet shtetërore, apo me universitetet private apo shkollat private. Pra ka nevojë për një farë studimi, nuk mund ta marrësh. Po patjetër, për shembull, pse mos ta bëjmë kështu? Atëherë le të futet njerëzit, fëmijët sidomos dhe të rinjt, ato të shkollës mesme dhe ata në universitet dhe t'i lejnë fakultetet, sepse mjaftohen me informacionin që është në interneti, mund të jap informacion, por nuk të jep kualifikim.
Interneti mund të jap informacion të bollshëm, por nuk të jep afirmim, nuk të jep diplomën dhe përrjedhoj, mendojmë se jemi në oqean, duke notuar në oqeanin e informacioneve, por klasifikimi i informacioneve, cila është më e mira, cila është metoda, cila është kurrikula më e duhur, sepse brenda një oqeani përmban brenda shumë peshq, shumë element. Mirë, po ne e dim që disa prej peshqive janë dhe helmus. Patjetër. Disa prej tyre janë të rëndë për organizmin ton, disa prej tyre janë të lehta dhe të mira. Kush na i mëson të gjitha këto? Është shkolla, është fakulteti, është universiteti, janë gjitha këto gjëra të cilat, domethënë, njeriu nëpërmjet përvojës, eksperiencës, studimit të mirëfillt, del një përfundim të caktuar dhe ka një ecuri, domethënë, të caktuar. Përndryshe, ne do futemi në internet, do futemi në rrjetet sociale, do kalojmë kohën tonë aty dhe pastaj sa të lirë jemi. Jo, nuk jemi të lirë, por është liri pa limite. Dhe liria pa limite na sjell varësinë, varësia na sjell robërimin. Shumë i qartë. Është shumë rëndësishme kjo për ta kuptuar. Pra, ne futemi në këtë oqean gjigant. Po prit se neve jemi mësuar me një det të thjesht, i cili nuk është shumë i thellë, dhe pa e kaluar akoma me not gjysmën e detit në jetën ku jeton, në qytetin ku jeton, në vendin ku jeton, apo nuk ke det, po ke një lum, apo ke një liqen, dhe ti je mësuar gjithë jetën aty. Tashi, merr përsipër të futesh në një oqean ku nuk do të ketë më peshq të thjesht, por do të ketë peshkaqen. Do të ketë peshq, domethënë, të cilët të marrin jetën, të marrin të ardhmen, të marrin vëmendjen, të ekzekutojnë. Shumë e qartë. Pra, nuk, domethënë, liria është pafund, liria është pa limite dhe kjo na sjell varësinë. Varësia do na sjellë robërinë, aty kur ne jemi robër pastaj, jemi të penalizuar për vetveten tonë dhe për planet tona, për projektet tona. Por ama kjo nuk do të thotë që ne mos të futemi në internet, thjesht që interneti është si një tip vegle që duhet dim ta përdorim. Pra është mjet që duhet ta përdorim për mirë. Mirë, po, kjo ka kriteret e veta. Prandaj do të thashë në fillim, me çfarë qëllimi futesh? Pra, shiko, ti je një djalë apo ajo është një vajzë e cila është duke studiuar në shkollën e mesme, ose është në fakultet, ose është në periudhën post-universitare dhe ka nevojë për një kërkim, studim. Atëherë qëllimi është që në momentin që unë po studioj, në varësitë kurrikulës dhe librave që kam blerë dhe i zotroj për momentin, posedoj, atëherë më duhet një gjysmë ore, 30 minuta ose një orë, maksimale 2 orë që të përfundoj studimin tim në planin dhe programin që kam. Po. Në momentin që mua më merr interneti kohë më shumë se sa koha e studimit sipas kurrikulës fikse që un kam, atëherë unë nuk kam lidhje më me studimin, por jam futur te hutimi pa e kuptuar. Pra, me internetin kemi qëllim gjitha rrjetet sociale që i njohim ne. Të gjitha rrjetet sociale. Sepse dikush i futet që të marrë një informacion të shpejtë dhe ndalon të një ndeshje futbolli. Po, patjetër. Dikush tjetër futet domethënë për diçka që i duhet për studimin e radhës dhe ndalon të tregjet pafund, vetëm tregu dhe produktet tregtare në internet janë aq gjigante, aq të mëdha, në të njëjtën kohë janë aq joshëse, të tërheqin, të marrin pa e kuptuar dhe çfarë ndodh pastaj? Atëherë ka fituar ai që ka hapur dyqanin për produktet e tij online, sesa ti që u fute për 20 minuta për të marrë informacionin për studimin tënd. Pra ti, qenia jote, studimi yt, programi yt, plani yt, projektet e tua, të gjitha krijojnë një varësi kundrejt një personi i cili ka arritur nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpërmjet internetit, produktet e tij të jenë më magjepse. Magneti thithës i tij të jetë më i fortë. Dhe ti nuk e kupton, apo rinia nuk e kupton që është duke humbur kohën, energjinë, vëmendjen dhe të ardhmen e tyre. Hoxh, te pjesa e kanalizimit të informacionit, ju e përmendët pak më parë që ti mund të marrësh informacion, mund të shikosh shumë gjëra në internet, mund të mësosh, por realisht ti nuk del i ditur. Hasim një problem të tillë tek çështja e fesë islame ose e mësimit si duhet të fesë. Meqense informacioni është shumë i shpejtë, njerëzit tani nuk e marrin mundimin të ulen, të dëgjojnë hoxhën, të shkojnë në mësime, por çfarë hapin internetin, edhe çfarë duan, shkojnë pyetjen ose shikojnë video, tani kanë dalë dhe modeli i videove të shkurtra, edhe përhapet informacionin në masë. Çfarë mendimi keni për këtë? Se shpesh herë ndodhin dhe keq kuptime nga ana fesë. Nuk besoj që informacioni i bollshëm do të thotë që duhet të jetë informacioni i duhur. Për të vetmen arsye, nëse ne bëjmë një krahasim të thjeshtë, cili është më i mirë për njeriu, ushqimi organik apo ushqimi fast food?
Patjetër që ushqimi organik është më i mirë, madje jo i mirë, është i duhuri dhe i vetmi që i bën mirë. Po. Ushqimi fast food na ka sjell plot probleme. E njëjta gjë është informacioni i pa klasifikuar. Informacioni i cili ka një rrëmuj të madhe për të vetmen arsye se në internet janë futur informacionet edhe po servire në rrjetet sociale nga shumë njerëz të cilët ai ndoshta nuk është i aftë, ndoshta nuk është i ditur, por i është dhënë hapësira për të folur, për të shkruar, për të prezantuar njësoj si njerëzit e ditur. Madje jemi duke përjetuar një epokë që njerëzit e paditur, njerëzit të cilët nuk janë të aftë, njerëzit të cilët nuk janë inteligjent, po zënë kohën dhe vendet më të fuqishme, më të mëdha dhe po bëjnë më shumë zhurmë. Po bëjnë më shumë zhurmë se sa njerëzit e ditur, sepse njerëzit e ditur flasin me inteligjencë, flasin me studim, flasin me urtësi dhe fjala e tyre është me zë të ulët, sepse e vërteta nuk ka nevojë të ngresh zërin. Mirë po, në shumë raste, kjo e vërtet që nuk është e nevojshme për të ngritur zërin për të kuptuar, sepse e vërteta kuptohet vetë pa ngritur zërin, por ndoshta nuk kuptohet nga masa e gjerë, sidomos nga rinia, e vërteta nuk kuptohet në formën më të mirë nga zhurma që bëjnë njerëzit e paditur. Nga zhurma që bëjnë njerëzit e paaftë, apo ndoshta, më falni nëse shprehem në këtë mënyrë, dhe njerëzit idiot, të cilët duhet pushojnë për nuk pushojnë, duhet të dëgjojnë më shumë për nuk dëgjojnë. U është dhënë një hapësirë shumë e madhe dhe tani po flasin më shumë se të diturit. Ignorantët kanë zënë vendet, poltronet, kanë kaluar në një shkallë, domethënë vetë pëlqimi, sa mendojnë se të folurit e tepërt, të folurit e shumt, duke bërtitur, duke ngritur zërin dhe duke konsumuar gjithçka që lidhet me ignorancën e tij, dhe një i ditur pushon sepse nuk do të shkojë në nivelin e tij, ai mendon se po thot vërtetën. Shumë problem aktual. Po, a është mundur që të drejtët, të vërtetët, të diturit, të mençurit, të urtët duhet ta ngrenë atë zërin e tyre? Nuk mendoj që duhet ta ngrenë zërin e tyre, por duhet të jenë më shumë prezent. Pra më aktiva le të themi. Do të jenë më shumë aktiv, më shumë të gjallë për të vetmen arsye që mos të ekuilibrohen gjërat, sepse në të vërtetë po shikojmë njerëz të cilët po flasin në emër të vërtetës, ndërkohë që nuk përfaqësojnë të vërtetën. Po flasin në emër të së drejtës, ndërkohë që nuk përfaqësojnë të drejtën. Po flasin në emër të diturisë, ndërkohë që nuk përfaqësojnë diturinë. Pra janë ignorantë. Dhe për rrjedhoj, njeriu i ditur thot, unë nuk jam në nivelin e tij për të shtyrë me të, për të grindur me të, për debatuar me të, sepse unë ul nivelin tim, por ja që po përhapet ky lloj trendi. Dhe njerëzit po besojnë, po dëgjojnë dhe po shijojnë gjithçka që lidhet me informacionin i cili vjen nga këta njerëz të cilët nuk meritojnë të flasin. Përpara se të ishte bota e internetit, përpara se të ishte ky bollok dhe ky oqean informacioni. A është e mundur që një ignorant, një njeri i paaft, një njeri i parsimuar, një njeri i paafirmuar të dilte diku në një sallë, në një teatr, në një kinema, në një vend domethënë ku mblidhen njerëzit dhe përfaqësonte një studim të tij apo të fliste njerëzve, salla nuk do mbushej. Sepse është e pamundur ti të zësh vendin e të diturit, vendin e aktorit, vendin e artistit e kështu me radhë. Kurse interneti i ka kthyer këto ekuilibra. Ta jep mundësinë çdo kujt. I ka dhënë mundësinë të mençurit, i ka dhënë mundësi dhe të marrit. I ka dhënë mundësi inteligjentit, i ka dhënë mundësi dhe budallës. I ka dhënë mundësi njerëzve të aftë dhe njerëzve të paaftë, të cilët serviren sikur janë të aftë, dhe për rrjedhoj është një rrëmuj e madhe. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që në aspektin fetar, nëse do të dalim me që ju e lidhet pak a shumë me aspektin fetar, kjo është pjesë e rëndësishme, keq kuptimi. Të rinj sot nuk mund të marrin dot diturinë e duhur, diturinë bazike, diturinë e saktë nëpërmjet bollokut të informacionit që gjenden në internet, sepse kemi një fakt. Informacioni është i larmishëm, por nuk është i klasifikuar. Është i larmishëm, por nuk është i sistemuar. Është i larmishëm, por nuk është, domethënë personat që po e japin janë shumë, madje shumica e ignorantëve
ose më thënë, ata njerëz ignorant që po flasin në internet, po flasin në rrjetet sociale, po shkruajnë, po i qasen, janë më shumë se sa njerëzit e ditur dhe përrjedhoj ekuilibra, domethënë nuk janë në vendin e dur. Ose mund t'i kthejmë asaj që tham pak më parë, ne nuk kemi nevojë për një islam fast food. Kjo është pikë tepër interesante. Po, ne s'kemi nevojë për islam. Për shembull, a e keni vënë re dhe për fat keq ky është problemi juve të rinjve sot? Që i duam gjërat që i doni gjërat e shpejta, i doni gjërat e gatshme, nuk doni të lodheni, nuk doni të sakrifikoni, nuk doni të uleni, të merrni gjërat shtruar, doni të nxitoheni dhe përrjedhoj ashtu sikur ushqimi i shumicës së rinjve sot është fast foodi dhe jo gjella e gatuar në shtëpi, jo ushqimi organik i përgatitur në formën më të mirë që e mban veten, të jep energji më shumë, të jep jetë më shumë me lejen e Zotit dhe jeta do të jetë më e bollshme, më e mirë, më efektive, më e gjallë. Mirë po, mjafton me fjalë me fast foodin. Na është kthyer dhe informacioni fetar në fast food. Pra ai nuk dëgjon konceptin, ai nuk dëgjon studimin, ai nuk ka durim të shkojë deri në fund një studimi, por i don gjërat fast food. Atëherë e vërteta nuk thuhet dot në një fjalë në disa raste. Ne mund themi që e vërteta është besimi në Zot. Një fjalë është ajo, edhe mbaroj ajo një filmim apo një si mund ta quhni, një video të shkurtër. Zoti është një, thot dikush. Kjo është e vërteta. Dikush tjetër thot, jo, nuk ka Zot fare. Me të njëjtën metodë, po në internet. Atëherë, ai mjaftohet me formulën e fast foodit vet, besimtari me këtë dhe krijohet një lloj amullie brenda rrjeteve sociale dhe internetit që nuk i gjeten dot karar i mjaftueshëm. Nga ana tjetër, për të pasur një diskutim të mirëfillt, një studim të mirëfillt, atëherë nuk mjafton më një video 1 minutëshe. Po duhet një... Edhe as 5 minutëshe, po duhet një studim i mirëfillt, ashtu sikur të gjithë të rinjt i nënshtrohen një kohë të caktuar brenda javës në shkollat e mesme apo në shkollat apo në fakultete, për të kuptuar që dituria nuk është fast food. Dituria është studim. Ashtu dhe feja nuk është fast food, feja është bazike, është studim dhe don kohën e vet. Të falenderoj pamasfort se kjo është një këshill vërtet e vyer për të vetëm arsye se shikojnë tani edhe me avancimin e inteligjencës artificiale që e përdorin për të marrë përgjigje direkte edhe domethënë e kanë shkaluar këtë pjesën e nga ana teknike, inteligjenca artificiale të ndihmon. Kjo është nga ana teknike, por nga ana e përgatitjes konceptuale, atëherë po vjen një inteligjencë e cila do të dëmtojë studimin. Studimin domethënë e vet njeriu kur ai do studioj për të formuar. Dhe nëse nesër, nëse ne do t'i marrim gjërat e gatshme nga inteligjenca artificiale, do të vijë një ditë që kjo inteligjencë do penalizoj mendimin e njeriut. Nëse mund ndodh një problem teknologjik dhe inteligjenca artificiale do të shuhet dhe nuk do të ekzistojë. Atëherë do duhen 40 vjet, 50 vjet, 100 vjet derisa njerëzimi të marrë vetveten, të kthehet në inteligjencën e vet për të zgjidhur vetë ekuacionet. Sepse është treguar, le të themi, tepër i varur nga kjo gjë që e merr të gatshme, si të themi. Shiko të jap një shembull. Kur doli në fillim makina llogarice, makina e thjesht llogarice, pa u qasur teknologjisë së sotme, matematikanët, profesorët e matematikës, gjithmonë flisnin, thotë, shiko, kjo makina llogarice do t'i duhet nxënësit ose një llogaritari për shifra të mëdha që i duhen domethënë ti realizojë në një kohë shumë të shpejtë. Po në moment. Por nuk bën që nxënësi të marrë makinën llogarice dhe çdo gjë ta bëjë makinë, sepse ai nuk do të jetë më gjendje të zgjidhë ekuacionet. Dhe në momentin që ai nuk do zgjidh më ekuacionet, ai nuk do vras më mendjen e tij, ai nuk do përdor më logjikën e tij, ai nuk do përdor më arsyeën e tij dhe do të penalizojë vetveten në mendimet e tij. Nuk do të jetë më i aftë për ide brillante, nuk do të jetë më i aftë për mendim ose mund të themi, nuk do prodhoj më mendim sepse e ka të gatshme. Pra ul nivelin. Pra që në makinën llogarice në fillim ka qenë ky problem. Imagjinoje se çfarë bën sot nëpërmjet teknologjisë dhe pjesë të teknologjisë sot po projektojmë dhe inteligjencën artificiale. Atëherë çfarë do bëhet me njerëzit? Çfarë do bëhet domethënë me njerëzimin? Dhe në momentin që ne çdo gjë
duam t'i zgjidhim shpejt, do nxitohemi dhe nuk vrasim më mendjen tonë, nuk përdorim më arsyeën tonë, logjikën tonë, atëherë edhe nga ana fetare, duke llogaritur domethënë informacionin fetar, do të shkojmë në atë që quhet të quajtur Islam fast food. Islam i shpejt, Islam domethënë që gjoja përkon me anën bashkohore, pa kuptuar që njerëzimi nëpërmjet inteligjencës artificiale mund të humbë dinjitetin apo mund të humbë orientimin shkencor ose më themi orientimin logjik të arsyes së shëndosh të njeriut. Inteligjenca artificiale nuk do të thotë që është e dëmshme. Po patjetër. Varet se si e përdorim ne. Vegël në fund fare. Përdore, po edhe fizika si lënd. Po. Nëse Einsteini dhe të tjerë fizikanë të mëdhenj punuan që nëpërmjet fizikës të zbulonin shumë gjëra që do të ishin në dobi të njerëzimit. Pastaj është njerëzimi ai i cili përdor të gjitha këto të vërteta shkencore për të prodhuar një bombë bërthamore. E për çfarë duhet bombë bërthamore? Ose për të zhdukur njerëzimin, ose për të trembur njerëzimin. Atëherë ne nuk përjetojmë më me dinjitet, por përjetojmë me frikë. Ne nuk përjetojmë për ta dashur njëri tjetrin, por për ta urryer njëri tjetrin, ose për ta zhvatur njëri tjetrin, ose për ta abuzuar kundër njëri tjetrit, dhe gjithë kjo erdhi sepse teknologjia na çoi deri aty ku ne me lakmin ton, me dëshirat tona, me pasionet tona, në vend që ta përdornin për mirë, ashtu sikur na porosit vetë Zoti, do ta përdorin për keq kundër vetë racës njerëzore. Hoxh, falenderoj pa mas, pas një pauze të shkurtër inshallah kthehemi. Të nderuar teleshikues, një pauzë të shkurtër dhe rikthehemi sërish në pjesën e dytë të emisionit. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ja kur rikthyem në pjesën e dytë të emisionit. Hoxhi nderuar, po diskutonin për pjesën e të mirave dhe të këqijave që kanë rrjetet sociale. Nëse mund të ndalojmë dhe të bëjmë një pyetje pak ta kapim më konkretisht çështjen. Nëse një person, le të themi, nëse një person mjaftohet vetëm atë që ndodhet në rrjetet sociale për të kuptuar fen, cilat janë disa nga keqkuptimet që ai mund të ketë? Së pari, nëse më lejon të rregulloj pak pyetjen. Ti thua nëse një person mjaftohet vetëm në rrjetet sociale, nuk është çështja nëse apo në qofse. Shumica të rinjve sot po mjaftohen në rrjetet sociale. Nuk po studion, nuk po lexojnë, libri nuk po lexohet, vetë fjala e Zotit nuk po lexohet, qoftë në aspektin e adhurimit, qoftë në aspektin e meditimit, qoftë në aspektin e studimit. Në të gjitha aspektet. Pra kemi të nevojshëm më shumë se kur të ndalemi, ju të rinj sidomos, të ndaleni dhe të caktoni një kohë në ditë që ju do të lexoni librin e Zotit tuaj. Pra na duhet pak pushim nga rrjetet sociale dhe pak më shumë fokusim tek pjesa. Sepse njerëzit janë pushtuar, sidomos rinia, është pushtuar nga rrjetet sociale. A është mundur që të rifitoni apo të rifilloni një jetë ku do të ketë një raport më të fortë, më të gjallë, rinia, njerëzit në përgjithësi, sidomos rinia me Zotin që e krijoi nëpërmjet librit të Zotit, thjesht për të marrë sevapet. Një gërm që lexon nga Kurani është, domethënë, shumë fishosh problemi 10 fish, ndoshta në 700 fish, sikur vjen në transmetimet e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Por nuk mjaftohen me këtë. Kur është koha që ju të ndaleni dhe të qëndroni me fjalën e Zotit, me Kuranin, dhe atë që lexuat ta meditoni. Në meditim e sipër të përkujtohemi. Në përkujtim e sipër të nxjerrim mësim dhe ta vendosim dhe ta vëmë në veprim ose dhe të studiojmë diçka. Çfarë tham pak më parë, që sot po bëhet dhe Islami në një format fast foodi. Me informacione të gatshme, të shkurtra, pa koncepte brenda dhe në fund fare ne po jetojmë kështu, edhe po ndërtojmë një jetë fetare të tillë, pa një sistem të mirëfillt dhe në fund fare pasaj kjo nuk është gjë tjetër vetëm se diçka e dëmshme. Ndërkohë pejgamberi alayhi salatu wasalam thot men yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Nëse Allahu xhelle xhelalu ja do një personit, një njeriu të mirën, ai e bën ta kuptojë fen. Pra, të kuptuarit e fesë nuk e kanë shans dhe fat të gjithë njerëzit. Janë pak ata njerëz të cilët kanë kritere, kanë standarde që arrin deri aty, cilat janë edhe pak sakrificë ndoshta. Sakrifica dhe studimi i mirëfillt. Të qenurit fast food në studimin tënd apo ti përfshin asnjëherë. Po, ju thatë nëse apo nëse dikushi, domethënë, mjaftohet vetëm nëpërmjet rrjeteve sociale. Ky është ndikimi për sa i përket diturisë. Për sa i përket tani ndikimi në jetë.
Rrjetet sociale, nëse mjaftohesh vetëm me to, nëse mjaftohesh vetëm me internetin dhe informacionin që gjendet aty, njeriu mund të shkojë drejt tolerancës së pajustifikuar, duke lënë shumë baza të fesë të tij, sepse do formohet ashtu, ose mund të shkojë në ekstrem. Është dhe e kundërta. Pra mund të fitoj varet nga faqet që hap, varet nga informacioni që merr dhe ndikimi që lën ky informacion tek të rinj. Kemi të rinj të cilët mendojnë se vërteta është në frymën e ekstremizmit. Ekstremizohen, radikalizohen dhe kërkojnë vetëm atë që i intereson atyre. Sepse krijon varësi pra. Sikur një person krijon varësi në gjëra të padobishme, dikushi në gjëra të dëmshme, dikushi në gjëra të ndaluara, dikushi në diçka që lidhet me një tolerancë pa limite, dikushi në ekstrem e kështu me radhë, secili prej njerëzve krijon një lloj, pra nuk ka ekuilibër, nuk ka një mesatare. Krijojnë varësi dhe ai nuk jeton dot më pa të. E bën të domosdoshme diçka që s'është domosdoshme, madje bën të domosdoshme diçka që është e dëmshme. Ekstremizmi është i dëmshëm, radikalizmi është i dëmshëm. Ta kuptosh fen gabim është e dëmshme për vetveten fillim, pastaj për të tjerët. Nga anën tjetër, toleranca, ekstremi tjetër, domethënë i tolerancës, mund të heqë njeriu dorë nga parimet e fesë, nga bazat e fesë. Ai nëpërmjet rrjeteve sociale, sepse nuk e merr më diturinë me baza siç duhet, nuk e merr prej hoxhallarëve, nuk e merr prej profesorëve, nuk e merr prej studiuesve, por e merr të gatshëm në formë fast foodi, influenca që ka, domethënë, ka interneti dhe rrjetet sociale, e merr aty dhe përrjedhoi ai jeton pa identitet. Ndërkohë që është momenti më i duhur që ai do të formojë dhe ndërtojë identitetin e tij, për cilën ne kemi folur në emisionet të kaluara, ai nuk e kupton që është duke jetuar një jetë fast foodi, gjë e cila nuk ka gjëra organike dhe përrjedhoi nuk ka identitet. Dhe dëmton atë në të njëjtën kohë. Patjetër, ashtu sikur ushqimi fast food dëmton shëndetin ton, ashtu dhe qasja e tillë në rrjetet sociale, duke mjaftuar vetëm nëpërmjet internetit dhe informacionit të pasistemuar që gjendet aty, mund të rrezikojë njeriu të shkarkohet nga bazat, të largohet nga identiteti, ose mund të ekstremizohet dhe radikalizohet dhe jep efekte të tjera në vetvete, familje dhe shoqëri. Tek pjesa më pëlqeu shumë mënyra se si e mbylle në vetvete, familje dhe në shoqëri, sepse ky është një problem tjetër që e hasim shumë. Rrjetet sociale realisht po zvendçojnë rolin e familjes, rolin e komunitetit, rolin e edukimit. Pra të rinjt nuk edukohen ose nuk e marrin edukimin ose formimin të gjitha, domethënë, të këtij aspekti nga familja, nga komuniteti, nga shoqëria ku ata ndodhen. Nuk formojnë më lidhje me hoxhën ose me mësuesin ose për çfarë. Futen në internet, prezantohen me çfarë të duan, edhe marrin çfarë të duan nga kush të duan, edhe janë të lirë te kjo pjesë. Atëherë pyetja është, si po e zëvendëson rrjetet sociale rolin e familjes, komunitetit dhe shoqërisë? Atëre, do të kemi parasysh rolin e profetëve në popujt e tyre. Kur ata erdhën për të folur për të vërtetën, qasja e tyre ishte nëpërmjet të vërtetës, nëpërmjet porosive hynore, ishte shejtani i mallkum me nxitjet e brendshme, dhe pse është i padukshëm, dhe shejtanët njerëz, ata të cilët nxisnin që brenda familjeve madje mos të dëgjoheshin profetët, mos të dëgjoheshin e vërteta. Sot jemi në një kohë tjetër, kur brenda familjes nuk është më nevojshme të vi dikushi dhe të mbush mendjen që mos të ndjekësh, pra të ndërhyj, mos të ndjekësh të vërtetën. Ai të ka marr, ai të ka glabëruar brenda familjes tënde. Është futur brenda, nuk ka nevojë të dalësh jashtë të mbushë mendjen që ti mos ndjekësh profetin, sepse brenda familjes ishte, domethënë, një kalata, quhesh një fortesë që nuk ndërhynte dot as profeti, as shejtani, as i miri dhe as i keqi. Mirë po ja që e keqja ka sunduar në atë formë sa është futur dhe ka glabëruar të rinjt në shumicën e rasteve, më shumë i ka glabëruar ata brenda familjes. Ja, po të jap një shembull. Një familje e përbër prej 4, 5 apo 6 antarësh. Të gjithë mblidhen brenda dhe dikushi ka shkuar në Kinë nëpërmjet internetit. I njëjti që qëndron jo më shumë se gjysmë metër apo 1 metër larg ti ka shkuar në Brazil, dikushi ka shkuar në Kanada, dikushi ndoshta ka dalë nga toka fare, dikushi tjetër domethënë është hutuar në atë formë sa po e zë gjumi sipër rrjeteve sociale. Çfarë ndodh? Të bashkuar aty, por shumë janë fizikisht bashk,
por mendja e tyre nuk është më e njëjtë. Çfarë thot Allahu xhelle xhelalu në Kur'an? Wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhruf al-qawli ghurura. Ne kemi bërë të mundur shejtanët njerëz, shejtanët e xhinëve dhe shejtanët njerëz, armiqësie drejt për drejt, betejë, thot për çdo profet që kemi dërguar. Pra, e vërteta gjithmonë nuk është themi penalizuar, por nuk është sulmuar vetëm nga shejtani i mallkum, shejtanët e xhinëve, shejtanët e vërtetë, por thot dhe nga shejtanët njerëz. Cilët janë shejtanët njerëz? Sot jemi në kohën kur nuk është më nevojshme që të dalë një njeri të përbetohet se të ndjek hapet e shejtanit për të ngatoruar njerëzit e mirë. Sot njerëzit në përgjithësi po luajnë rolin e porosive shejtanike, e porosive të shejtanit, edhe pse nuk e kuptojnë që ata janë duke shërbyer shejtanit. Pra, pse? Sepse është përhapur e keqja në një formë, është bërë trend dhe antivlerat po serviren si vlera dhe vjen një person i cili ai kur i thua ti je duke shërbyer shejtanit, thotë jo, unë nuk e dua shejtanin, unë e urrej shejtanin, unë nuk pranoj që shejtani të më sundoj, të më glabëroj dhe të jem kundër një, por mendoj që ky veprim që janë duke bërë është veprim i mirë. Edhe të gjithë këta janë përhapur aq shumë sa luajnë një rol sa po familiarizohen në një familje të dytë. Tashmë ne jemi brenda antarët e familjes, brenda një familje, por jemi të ndarë në mendimet tona, në dëshirat tona, në qëllimet tona. Secili ka shkuar në shumë larg, në skaje të botës ka shkuar. Çfarë do thotë kjo? Që ne jemi duke formuar pa dashje një familje të dytë, e cila është i jashtë familjes ku ne jetojmë. Dhe nëse mban mend, në emisionet e kaluara ne kemi përmendur, familja sot po kërkohet dhe avash avash po zëvendësohet sikur të ishte thjesht një hotel. Vjen, ha diçka, flet diçka, pushon dhe del. Nuk e punë më me familjen. Prandaj këshilla është që rrjetet sociale të përdoren për një qëllim të caktuar, kur ne kemi plane dhe programe, kemi projekte konkrete për të realizuar ne dhe familja jonë, ne dhe bashkësia jonë, ne dhe komuniteti ynë, ne dhe shoqëria. Përndryshe, nëse nuk kemi qëllime të caktuara, edhe një kohë të caktuar, pa humbur kohën dhe energjinë në gjëra të tjera të cilat nuk janë pjesë e plan programit ton, ne do të humbim, do të vjedhemi, do të jemi të vjedhur, madje do të pushtohemi dhe do të glabërohemi në atë formë sa nuk do të humbim vetëm ne si individ apo ne si familja jonë, por do të humb e gjithë shoqëria dhe e gjithë shoqëria do të ketë një të ardhme një të ardhme destabilizuese. Nuk do të jemi më stabil dhe nuk do të jemi më praktik dhe nuk do të jemi më të drejtë, nuk do të jemi më të vërtetë. Hoxh, të falenderoj pamas për kohën tuaj, të falenderoj dhe për këto këshilla që na jep vazhdimisht. Të nderuar teleshikues, jemi afruar përfundimit të emisionit ton. Nëse do të mbani mend diçka, mund të mbani mend këtë, rrjetet sociale janë një vegël dhe ti e ke në dorë se si duhet ta përdorësh, mundohu ta përdorësh siç duhet dhe mos e lejo që ajo të të vjedhë kohën, vëmendjen dhe energjinë tënde. Elos Allahun t'ju ruaj kudo që jeni dhe bashkë shikojmë emisionin e radhës. Asalamu alaikum. Thank you.